Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, jeni me emisionin e pasdites, edhe sot do të jemi bashkë nga ora 14 deri në orën 16 në transmetimin ton të drejt për drejt. Fillimisht në emër të ekipit realizues të emisionit ton, bashkëndjejmë me dhimbjen që përjetoi qyteti i Koçanit, shprehim ngushëllimet tona për gjithë familjarët e viktimave që humbën jetën në zjarrin tragjik në qytetin e Koçanit dhe njëkohësisht urojmë shërim sa më të shpejt të gjithë të lënduarve. Vazhdojmë tutje. Do të flasim konkretisht në lidhje me atë se cili është roli i zjarfikësve, puna e tyre e madhe, përkushtimi, misioni që ata kanë, përgjegjësitë që bartin mbi vete, dhe do të diskutojmë edhe për atë se si funksionon njësia territoriale e zjarfikësve të Tetovës. Për të folur për të gjitha këto tema më në detaje, ne kemi nderin dhe privilegjin që të na nderojë vetë komandanti i njësisë territoriale të zjarfikësve të Tetovës, zotri Avni Ahmeti. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Është një temë shumë e qelluar në këtë periudhë ku dihet që patëm një fatkeqësi shumë të madhe në qytetin e Koçanit. Duhet popullata vetë të ndërgjegjësohemi, të kemi kujdes nga përhapja e zjarreve apo ndezja e qëllimshme e zjarreve në vende të hapura dhe të mbyllura. Siç e dini, kjo është një tragjedi shumë e madhe, është një katastrofë në vete. Kështu që zjarfikësit punën e vete kanë bën në moment kur është përhap zjarri në masë të madhe. Unë do të dëshiroja fillimisht që t'ju falenderoj juve personalisht dhe gjithë njësinë territoriale të zjarfikësve të Tetovës për punën e shpejtë, efikase që e kanë bërë. Do ta citoj rastin më 8 mars të këtij viti ku pra të shtunën e kaluar ku në televizionin Koha u përhap një zjarr dhe fal punës së njësitit territorial të zjarfikësve, punës së shpejtë dhe efikase, parandaluan që ky zjarr të kaplojë gjithë televizionin ton. Kështu që mirënjohje pafund për punën dhe respekt për juve. Është detyra e zjarfikësit, domethënë që në çdo lloj rastesh të përhapjeve të zjarrit, domethënë të jemi sa më shpejt dhe domethënë sicilë sekond apo minutë që ne vonohemi është dame materiale dhe jetë njerëzish rrezikohen. Kështu që domethënë në rastin konkret për televizionin Koha, domethënë ishte fat që rrugët apo ishte kohë iftare që rrugët i kishim të hapura dhe arritëm sa më shpejt. Dihet që qyteti i Tetovës ka një komunikacion shumë të dendur. Bëjmë përpjekjet tona që sa më shpejt të jemi në vendngjarje për çfarëdo lloj rastësh. Çfarë përgjegjësish bartin në vete apo mbi vete zjarfikësit? Zjarfikësit bartin përgjegjësi mëdhaja për arsye se domethënë është çështja e intervenimit në kohë. Domethënë të jemi sa më profesionalist për ta kryer detyrën tonë. Bartin përgjegjësi normal që duhet të jenë të trajnuar, të kenë konduksion, të jenë në krye të detyrës. Në fakt një dështim i joni, domethënë kushton që ne mund të përballemi edhe me drejtsinë të ardhmen. Kemi pas raste të tilla ku zjarfikësit kanë marrë përgjegjësi për dëme materiale të cilët kemi mund që të kryhen me kohë dhe ne kemi pas neglizhencat tona normal. Dihet që edhe ne njerëz jemi, po mundohemi që mos kemi këto lloj gabimesh apo përgjegjësi që duhet me i marr pastaj me vete. Zakonisht jemi mësuar që gjithmonë zjarfikësit të jenë për shpëtim nga zjarri, por a zjarfikësit na shpëtojnë vetëm nga zjarri apo kanë edhe detyra tjera? Do të thonë, dihet që zjarfikësit në Republikën e Maqedonisë së Veriut përballen me gjitha llojet e katastrofave që ndodhin. Për shembull, llojet e zjarreve, kemi llojet e aksidenteve rrugore, të cilët janë të shpeshta në Republikën e Maqedonisë dhe në Tetovë. Dihet që zjarfikësit përballen me shumë gjëra të cilët ndodhin fatkeqësisht numri 193 thirret për të keq. Mirë po, kemi raste ku bëjmë edhe shpëtimin e një mace, apo edhe një qeni të bllokuar diku në një tub.
Kështu që kemi raste të shumta, domethënë zjarfiksit nuk janë vetëm për shuarjen e zjarrit, po janë për shumë detyra tjera të cilët i bartë si zjarfiks. Si funksionon njësia e zjarfikësve të Tetovës? Si keni kushtet e funksionimit? Domethënë kushtet janë dihet bashkërisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut kemi mungesa të shumta, mirë po. Zjarfiksit e Tetovës kanë pas një fat shumë të madh që kemi pas mërgjimtar apo firma të cilët gjenden në Pollok, të cilët kanë furnizuar mërgjimtar kanë furnizuar zjarfiksit e Tetovës me kamion të ndryshëm, siç e patëm rastin e fundit me një kamion i cili është 37 metre që qyteti jonë si qytet nuk e ka pas më herët. Domethënë kemi pas donacione të ndryshme, siç është rasti i UNDP-s, i cila në bashkëpunim me ambasadën e Zvicrës domethënë kanë furnizuar zjarfiksit e Tetovës si askush më parë, domethënë as edhe shteti vetë si shtet, nuk është i furnizuar aq shumë sa zjarfiksit sa UNDP që i ka ofru zjarfiksve të Tetovës. Si zakonisht ne mbjetojmë me donacione të ndryshme. Dihet apelet e mia kanë qenë çdo herë që shteti duhet kujdeset më shumë për zjarfikset, për automjetet dhe gjithçka që ka të bëjë me zjarfikset, për arsye se është një profesion shumë i vështirë, po është një profesion i cili është në krye të detyrës për të shpëtuar të mirat kolektive të qytetarëve dhe të mirat e qytetit. Gjithashtu edhe jetë njerëzish. Kjo është ajo e cila shteti duhet mendon seriozisht për këta zjarfiks të cilët jo vetëm Tetovës, po në gjithë Republikën e Maqedonisë kanë mungesa të shumta të automjeteve. Ka ndonjë risi, ose ndonjë veçanti, ndonjë pajisje të re, qoftë teknologjike, që e keni tani në njësinë tuaj që do t'ju ndihmonte për shpëtimin e jetës së njerëzve ose për shuarjen e zjarreve? Domethënë tash kemi bërë një projekt të cilën kemi konkuruar dhe shpresojmë ta kemi dronin të cilën është me rreze të kuqe që dihet që detekton zjarret apo edhe rastet të tjera që duhet ta kemi. Disa qytete në Republikën e Maqedonisë kanë këtë lloj droni, mirë po Tetova shpresojmë ta kenë së më shpejt dhe të identifikojmë zjarret më shpejt dhe ta kemi më lehtë për të arritur deri te ato pjesë. Si përgatiten dhe sa përgatiten zjarfikësit në raste emergjente? A keni trajnime të caktuara paraprakisht për këtë punë? Po, dihet që zjarfiksit e Tetovës janë një ndër stacionet më të organizuara dhe më të trajnuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke përfshirë grupe të ndryshme si për shembull grupe nën rënoja apo shpëtimtar në tërmete, raste tërmetesh. Raste të cilat i kemi në ndeshje komunikacioni kemi instruktor. Gjithashtu kemi instruktor edhe në shpëtim në ujë. Që zjarfiksit e Tetovës janë të organizuar në këtë drejtim. A ka ndonjë ngjarje, ndonjë rast që ju ka ngelur në kujtesën tuaj, që nga fillimi i përvojës tuaj, apo ndoshta ka shumë, po të përmendim disa? Kemi shumë raste, mirë po janë raste të dhimbshme, të cilët as që nuk dua t'i përmend për arsye se janë një kujtesë shumë e rëndë për ne. Dihet që zjarfikset kanë atë pjesën humane të cilën e kanë brenda për brenda vetes. Jemi njerëz dhe normal që kemi probleme në atë pjesën e shëndetit mendor. Sigurisht. Dihet që kolegët tonë që kërkojnë ndihmë nga psikologë të ndryshëm, që shteti si shtet duhet të jetë i kujdesshëm këtë drejtim. Përveç kësaj, si ndikojnë, përveç kushteve që ju përmendet për funksionim, kushtet atmosferike, si ndikojnë në për shembull që t'u lehtësojnë punën ose t'u vështirësojnë më shumë për të arritur te caku? Dihet që kushtet klimatike janë ato shumë të rëndësishme për ne, për arsye se siç edhe e dim, ishte viti 2024 i cili përfundoi me një
intervenim të zjarfikësve 984, mos gabofsha. Do thonë është një rekord i intervenimeve për arsye të thatësisë cila kaploi Republikën e Maqedonisë, edhe qytetin tonë. Dihet që ato ndikojnë shumë. Normal që nëse kemi një zjarr në ambiente të hapura dhe kemi një erë të fortë, shpërndahet aq shpejt sa që nuk kemi mundësi për ta vënduar në kontroll. Po njerëzit, shoqëria, sa ju mbështesin, sa ju lehtësojnë punën, sa ju dalin në ndihmë për të arritur tek vendi i destinuar? Rasti i fundit që patëm ishte në fshatin Trebosh, ishte një shtëpi banimi. Fshatarët apo qytetarët mundohen me çdo mundësi të vetën që të na ndihmon, që të na hapin rrugën, që të na ofron një gotë ujë, që të, domethënë popullata është e ndërgjegjshme në këtë drejtim. Gjithashtu ne kemi punu bashkërisht me ju, mediumet, që të ndërgjegjësojmë popullatën për benefitet që kanë nga zjarfikësit. Sa më shpejt që të mri zjarfikësi në vendngjarje do të thotë që shpëton të mirat materiale dhe jetë njerëzish. Do të thonë janë të vetëdijshëm qytetarët për ta liruar rrugën kryesisht në raste të tilla. Po, do të thonë kjo është ajo që ndodh. Kërkojmë. Do të thonë në qytetin e Tetovës, kur dëgjohet sirena e zjarfikësve, do të thonë lirohet rruga në mënyrë të shpejtë. Kështu që është një ndihmës shumë e madhe për zjarfikësit që të arrijnë sa më shpejt në vendin e ngjarjes. Popullata gjithashtu kemi individ të caktuar apo bashkëdhetar tanë që kanë bë të pamundshmen, kanë donuar tesha për zjarfikësit, aparate të ndryshme dhe gjithçka që kanë mund të sigurojnë në diasporë. Sa keni bashkëpunime me ekipet e tjera për të arritur në sukses, për të pasur sukses? Do me thonë, dihet që zjarfikësit e Tetovës janë ngushtë të bashkëpunim me Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, që është drejtoria e cila organizon trajnime të ndryshme në anekan botës, kështu që zjarfikësit e Tetovës i kanë pas ato lloj benefitet që kanë marrë pjesë në për trajnime të ndryshme. Tani me që fillon edhe vera, keni një problem tjetër, një problematike natyrës saj që ka shumë zjarre në natyrë. Sa kjo ju bën problem, sa vështirëson punën, cili do të ishte apeli juaj për qytetarët? Do me thonë, si që edhe ishte ditë me diell, patëm një periudhë me diell, bujqet i kuptojnë që duhet i pastrojnë arat e veta, mirë po i grumbullojnë gjithë ato me turina dhe pastaj ja futën i zjarë. Po e le ashtu në mëshirë të kohës se sa du shkon ajo për të shu. Mirë po, problemi qëndron ati një ere vogël e pastaj ajo përhapet. Kemi objekte të rrezikuara në kohën e fundit, kështu që ju bëj apel qytetarëve, bujqve që të kenë kujdes në kësi lloj rastesh për arsye se kemi të bëjmë me dëme materiale dhe rrezikim të jetës së njeriut. Cili të ishte ai mesazhi juaj ose këshilla juaj për të gjithë qytetarët, po edhe për të gjithë kolegët tuaj në përgjithësi për shoqërinë? Çfarë do kishte porositë? Do me thonë, të kemi kujdes se si vozitem, do me thonë vozitësit të kenë kujdes me shpejtësitë, qytetarët të bëjnë kujdes me haresat brenda shtëpive që harrohen ndezje aparate të ndryshme. Kur dalin nga shtëpia të kontrollohen si zakonisht pajisjet elektronike, që mos një shkëndije vogël të krijon një zjarr. Kjo është apeli im i përgjithshëm që të bëjmë kujdes për të mirën tonë, për ambientin në cilën jetojmë ne. Po, dhe kjo do të ishte në të mirë edhe për qytetarët. Ne ju falenderojmë shumë që ndat nga koha juaj dhe pse agjendën e ngjeshur, faleminderit që ndat nga koha juaj për që jeni pjesë e emisionit tonë për të na dhënë këto informacione kaq të rëndësishme. Shumë mirënjohje edhe një herë për punën tuaj dhe gjithë ekipit tuaj. Ju falenderit, televizioni Koha ka qëndruar gjithnjë me zjarfikësit për çfarë do lloj rasti. Falenderit. Falenderit edhe një herë. Të nderuar shikues, ishte ky personaliteti i parë i ditës sotme, ndërsa ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, do të bëjmë një shkëputje shkurtër për të ndjekur një material, rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër.